fëmijërisë, ato që na bëjnë të kujtojmë kohën kur argëtimi vinte natyrshëm pa nevojë për teknologji. Lojrat e thjeshta, por të mbushura me emocion dhe shpërthim energjie, janë ato që kanë lënë gjurmë të paharrueshme tek të gjithë ne. Një nga lojrat më të njohura ishte padyshim hapa dollapa, një lojë e thjeshtë por shumë argëtuese. Me biçikletë dhe kuzhineta, një lojë që e luanin shumë fëmijë në vitet 80 dhe 90. Litarët, gjithashtu një lojë që nuk mund të harrohet. Fëmijët kërcenin me shpejtësi, duke formuar modele të ndryshme me litarin dhe duke testuar aftësinë e tyre për të qëndruar të balancuar dhe të shpejt. Ndërsa teknologjia ka ndryshuar mënyrën se si fëmijët e sotëm luajnë, kujtimet e lojrave të thjeshta të fëmijërisë së viteve 80 dhe 90 mbeten të gjalla, si një pasuri e panumër të fëmijërisë që na kujton se gëzimi mund të vijë nga gjërat më të thjeshta. Falenderojmë kolegen tonë Mia për përgatitjen e insertit, për të bërë një krahasim mes dy periudhave, për të kuptuar sa shumë që kemi sot, dhe ndonjëherë sa pak gëzim tek lojrat që ndodhin mes fëmijëve, dhe dikur sa pak kishin dhe se sa shumë gëzonin. Për të kuptuar që dikur do duhet të prisnin festat e nëntorit deri në ditët e fundit dhjetorit për të bler një lodër plastike nga plastika durrës, apo për të përfituar një lodër prej druri apo kartoni nga mistomamja. Të gjitha këto mi tha koleksionisti që ne kemi në studio, Eros Hoxha, është kënaqësi që jemi së bashku. Për të kuptuar se sa të mira kemi sot kur duam të blejmë lodra dhe se sa e vështirë ishte dikur që të merrje një nga këto lodra që ne kemi dhe në studio. Eros, duket sikur kemi shumë çka, por jo gëzimin e hareshëm dikur ku kishim shumë pak. Po, gjërat që kanë qenë më të kufizuar ato jepnin më shumë kënaqësi. Ndoshta kjo i bën të ishin edhe më të gëzueshme. Sigurisht. Është dashur shumë punë ndër vite që të gjesh këto lodra nga plastika durrës. Po, këto kryesisht plastika durrës i prodhoi këto lodrat plastike, kurse Mistomame ka prodhuar lodrat prej druri, kryesisht. Plastika durrës filloi rreth viteve 75, pasi ishte industri që prodhonte për këto enguzhine, gjëra plastike që ishin në përditshmëri, pastaj futën dhe lodrat e plastikës. Kjo për Shqipërinë që ishte e varfër në atë kohë, i dha pak gëzim, si thonë fëmijëve, sepse lodrat ishin qartë vinin nga vendet e lindjes, Çekia, Bashkimi Sovjetik, Kina, kur ngritëm industrinë tonë, pastaj ishte më ndryshëm, u futën në masë. Eros, mund të flasim për historikun ndoshta e lodrave që kemi sot në studio, paka shumë cilave vite u përkasin, nga vinë, origjina, sepse jam i sigurt, publiku që po na sheh, duke parë pikërisht këto lodra, i kemi çuar pas në kohë, në fëmijërinë e tyre, në breza të ndryshëm. Të gjithë ne brezat që kemi qenë të asaj kohe, jemi rritur, e kemi nostalgji, edhe shumë kush ndoshta që pas viteve 90 i kanë hedhur, tani mund të shikojnë edhe ju kthehen ato kujtimet e para. Ka qenë vështirë, sepse vitet 90 bën atë ndryshimin, njerëzit kërkonin gjëra më moderne, tuaj ishin mërzitur nga ajo periudha e komunizmit, edhe ndoshta e njerëzit kur janë fëmijë rriten, pastaj nuk i vlerësojnë më, por kur vjen një kohë kthehen në kujtimet e hershme edhe ju sjellin atë nostalgjinë. Ishte vështirë, por para 7 vjetësh, ndodhi që u hap një magazin që ishte e mbyllur prej shumë kohësh, dhe ajo na furnizoi ne koleksionistëve dhe pastaj gjithë këta tjerë tregtarët që kush kishte një nostalgji për të blerë një lodër. Të ndalemi te kjo magazina, por duhet i bëj një thirrje publikut, që ta kemi këtë moment ndoshta edhe në rrjetet sociale, në fragmentin që ne do presim për Instagram, Facebook dhe çdo platformë tjetër, na komentoni nëse pikërisht këto lodra kanë qenë shoqërueset tuaj gjatë fëmijërisë. Jo vetëm këto, por gjithçka ne kemi në studio, edhe nëse keni ndonjë tjetër, importojnë aty në komente me foto. Ka familje, ke takuar familje shqiptare që ende i ruajnë me shumë kujdes? Ka plot. Ua blen dot ti si koleksionist apo si ua merr? Zakonisht këta që i mbajnë, që kanë nostalgji, nuk i shesin. Bles ka nga ata që ju kthejnë kujtimet edhe shkojnë e i blejnë për këto dyqanet ku shiten antikuaret. Shumica ata që i shesin shkojnë i qojnë për dyqanet e antikuareve edhe
ndoshta nuk ju hynë më në punë, ose ka ngel dikush që një moshuar thot I kam pas të nipit, ose të mbes nuk më duen më, ose kanë ngel aty në një dollap të vjetër dhe nuk I dua më. Por shumica e njerëzve duan ta kenë një lodër për kujtim, që du kujtoj, do me thënë atë fëmirinë e tyre. Po. Ajo koha ku kishim pak, por gëzonim shumë, kështu e kemi quajtur edhe. Mirë. Eros, në bisedë do na bashkohet, do e quaj koleg I joti, sepse keni të njëjtin pasion, do lidhemi drejt për së drejti, nga Tirana në Korç me Mirgen Shambllin, I cili edhe ai është një koleksionist. Mirgen, përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje, si kaloni? Mirë, faleminderit që gjete kohë, se kjo biseda sigurisht do na çoj pas në kohë. Na trego pak për veten, kur nisi, si nisi, pse? Po, ka nisur si pasion, ka më goxha vite, rreth 15 vit, unë themi që koleksionoj lodrat shqiptare. Sepse koleksionet e mia janë të ndryshme, po fokusohemi në lodrat shqiptare, kam rreth 15 vit, nuk e mbulloj ato. Mon jemi në kërkim të lodrave të vjetra dhe të veçanta. Duhet kuptojmë cila është lidhja juaj me lodrat. Pse? Çfarë ju kujtojnë, çfarë emocione ju japin? E njëjta pyetje edhe për Erosin, pastaj sigurisht. Lodrat neve na lidhin, si mund të themi, domethënë duke krijuar koleksionin, lidhesh vetvetiu, domethënë. Pasioni ka qenë që në fëmijëri, duke kërkuar gjithmonë lodrën e shokut, lodrën që kishim, sepse ishin një gamë e madhe objektesh, të cilat nuk mund t'i kishte një fëmijë në shtëpi. Në pasaj kjo është një ngacmim, domethënë që kam krijuar dhe këtë koleksion. Mirgen, po si ja ke dalë që gati 1200 objekte, apo jo? Po janë afërsisht 1200 lodra. Afërsisht ti rregullosh të gjitha në atë këndin që le pas, nuk besoj se janë të gjitha aty. Jo, nuk janë të gjitha. Këtu është vetëm një qoshk e koleksionistëve, I kam qojtur një mënyrë prezantimi, domethënë, koleksionet e mia, këtu në Pazari Korçës. Pra ke gjetur një qoshk të posaçme për t'u treguar edhe atyre suve kureshtar. Po. Eros, një koleksionist I lodrave të fëmijëve me vitet, ti 81-shit më the, apo jo? Diku aty thellë, ndoshta në subkonsciencë, mbetet fëmijë? Ka një lidhje shpirtërore? Çdo njeri është fëmijë në vetvete. E ka, domethënë jo se kur bëjnë ndonjëherë një pyetje, shikon, na ikën mosha re, ndjen veten vërtet sikur je kaq, se të gjithë e thonë këtë, jo, unë se ndjej më të vogël. Nga domethënë çdo njeri e ka një pjesë e mirë e qenies njerëzore, që është ajo, është fëmiria, që e ka shijuar tamam atë jetën, pa ato problemet, pa ato streset. Domethënë është momenti kur njeriu është më I lumtur, është kur je fëmijë. Prandaj edhe çdo njeri ka një nostalgji kur shikon një lodër që dikur ka luajtur, ose një libër, ose një revistë, se janë shumë interesante edhe këto revistat e fëmijëve që shumë kush nuk e di, por atëherë kanë qenë revistat Fatosi, Yllka, Pioneri, edhe ato kanë nostalgjinë e tyre. Ta pyesim edhe gjithashtu Mirgenin, po këtë herë për krahasimin mes dy kohëve, për këta fëmijë sot që kanë gjithçka dhe për ata që kishin shumë pak lodra në shtëpinë e tyre, po ja që e kanë gjetur udhën dhe janë në koleksionin tuaj sot. Bëni ju shpesh në mendjen tuaj për nostalgji një krahasim mes dy kohëve? Po tjetër që bëjmë një krahasim mes dy kohëve, domethënë. Çfarë ju bën përshtypje? Më bën përshtypje se sot fëmijët janë fokusuar më shumë në telefonat celular, në tabletet, dhe lodrat I kanë elektronike. Shumë pak mund të ketë domethënë që vazhdojnë luajnë akoma, të dalin nëpër mallat e tyre dhe të takojnë shokët, të shkëmbejnë lodrat e gjithë të tjera. Kjo të trishton kjo për kohën sot? Trishton, është pjesë e jetës, domethënë, nuk e ndryshojmë dot, pavarësisht si mund të ndihet gjithkush. Rëndësi ka që ta fëmijë të mundohen dhe ata ta trashëgojnë dhe ta ruajnë në këtë koleksion që ne mund të krijojmë. Vite që jetojmë, komercializimi, industrializimi, teknologjia ka bërë që të jap formë çdo gjëja, praktikisht ta kthej në lodër, nga personazhet tek mjetet, tek çdo lodër e mundshme që ne sot shohim në treg. Në qoftë se bëjmë një krahasim me formën e lodrave që ishin ndoshta edhe gjatë periudhës së komunizmit, nuk po shkoj më përpara. Forma të thjeshta,
ja, për shumë shojmë dy Arlind. Këtu sot mund shojmë Arlind të Mirëfill, që një gjenë shumë real, tërsa, apo... Po, patjetër. Pra, është bota digitale që i krijon, domethënë, atëherë kanë qenë lodrat e thjeshta, domethënë dhe krijoheshin thjesht natyrisht marrëdhënie baterinë të mirë. Ka qenë ndërmarrje plastika, ka qenë tjetër nish. Kjo është prodhuar nga nish goma Durrës. Nish goma Durrës. Nish. Okej. Edhe stampën ashtu e ka. Kostoja që ka patur kjo atëherë apo nuk e Kostot e shitjes kanë qenë 2 lek, 3 lek, 1 lek, domethënë ka qenë kosto e papërfillshme. Është nga këto që bën fishklon, apo jo? Po, fiqe ishte. Emja nuk bën më fishki. Unë nuk e di me çfarë lodra është i rritur. Unë jam rritur, jam brezi pas 95-ës 2000-shit, që mendoj një vetë, si një motër e 2 vëllezërve më të vegjël, 3 makina blinde zakonisht babi. 3 makina. Dhe shkurt me ne, po. Edhe Barbie, shumë Barbie. Makinat e asaj kohe kishin të njëjtën formë makinat sot? Nga ato metalike flas. Mekanike, ato që ishin kështu llamarine mekanike vinin nga jashtë. Kanë qenë... Nuk prodhoheshin në vend? Jo, se s'kishin aq aftësi. Maksimumi që mund të prodhonin këto ndërmarrjet që bënin vetë për fëmijët e tyre, domethënë për fëmijët e punëtorëve, ata mund të sajonin diçka, po jo në mas, jo. Në mas janë bërë këto plastiket dhe të drurit. Ti kërkosh një koleksionisti të të tregoj një nga ato objekte që ka më për zemër, është njësoj si ti kërkosh një prindi të ndaj fëmijët, po ti mund të na veçosh diçka nga i koleksioni që ke pas për të afruar disi me kamerën, për të na e treguar, për t'ja zgjuar nostalgjinë edhe publikut që po na ndjek. Shikojmë, kemi është aroshi këtu, plastik. Ka dilte në disa ngjyra. I kemi 2 në studio. E bashkuam e bëm një familje. Bëm 3 lloj. Pa ngjyra janë atje, se nuk... Njëri është i zi, tjetri është portokalli. Portokalli, verdhë. Ka qenë i bardhi, kanë qenë disa ngjyra, ka qenë bluja. Blu. Ka dalë dhe një dizajn tjetër, domethënë nga vitet afër 18-19, që është ndryshe, domethënë ne kam përshtatur me... Po ku i ka syt ai, se nuk pas ka sy? Sytë nuk nga se fëmijët zakonisht, ja u ishtë një këto se ka pëshonin dhe i... Po i ka të lëzet për i lëvizit. Pra me të drejtë e veçon. Kjo është një nga lodrat më interesante që dhe ne kemi edhe këtu në studio. Eros. Kukullat jam kërështare, si është dukur një kukull? E asek. Kukullat kanë qenë shumë të... Kukullat kanë qenë shumë interesante. Po, shumë kure. Zakonisht, shumë pak modele prodhon të vendin, temi se vinë nga jashtë. Po ishin në medhen që vinë nga vendit e lindu. Si që si Teta Olga me ato flokët si Teta Olga. Modeli madh që ka qenë klasik, që ka qenë edhe te filmi me Mimoza Lastic. E merte do të çdo fëmija të kukull? Apo ishte e shtrenjtë për to? Domethënë e merte. Qytetet po, se pjesa tjetër e fshatrave kanë pas pak më vështirësi ekonomike. Eros, një lodër që ndoshta ke shumë vite që e kërkon, s'pa i gjen dot? Në kërkim të... Kërkoj topin e plazhit që ka qenë atë po, s'po e gjen dot. Jo, unë po asnjë se ka gjetë deri tani. Mirgen, po ti? Edhe unë se kam gjetur, shumë i vështirë ai topi i plazhit. Kam pasur një model që vinte nga Çekia, e kam atë domethënë, dhe një tjetër nga Polonia. Ishin pothuajse i njëjti dizajn, po topin që prodhonte në mos gaboj, prodhonte edhe Durrësi dhe Lushnjak, dy fabrikat, edhe plastika Lushnjak. Mirë, bëjmë thirrje publikut kush e ka topin e plazhit të asaj kohe. Kemi 2 koleksionistë në kërkim. Të na kontaktojnë edhe ne bëjmë. Lushnja e ka prodhuar atë. Ka qenë edhe braçaret e plazhit, ka prodhuar topin, ka prodhuar ato dyshekët e ujit, po topi më ka ngel kështu si, nëse s'po e gjithë. Edhe Mirgenit me sa duket të njëjtin me rakka. Me që kam folë me koleksionist, asnjëri nuk e ka deri tani. Po ndodh Mirgen edhe tjerës që të shkëmbeni ndoshta objekte me njëri tjetrin? Po, kam dhënë... Që ke dhënë Mirgenit? Ai më ka dhënë... Çfarë ka dhënë ai? Po, përshëndet Rosi. Po, na tregoni pra që keni dhënë njëri tjetrit, që ta marrin vesh. Po, sa herë, po ku mbajnë më sa herë? Janë shumë. Mirgen, ti çfarë i ke falur Erosit? Jo, më shumë shkëmbejnë. Plastikës Durrësit me ato lodrat e lastikut, po që kanë qenë në masë domethënë. Lodrat e veçanta se cili i mban për veten koleksion. Unë kam edhe një pyetje, shumë më e madhe që keni paguar për
të përfshirë një objekt në koleksionin tuaj? Ta blini nga një familje apo nga një qytetar? Shumat më dha janë i shesin koleksionistët. Koleksionistët, pra familjet ndoshta... Familjet. Ka shkuar 100-150.000 lekë. 100-150.000 lekë të vjetë. Euro. Mirgen, po ti, sa ke paguar për të marrë një gjë patjetër? Po për të marrë një gjë patjetër, aty vërtit e rreth 100 euro dhe me. Familja është mirë kuptuese për këtë pasion tuaj, na po jo, janë dakord që ju... Patjetër që na mbështetet dhe familja, pandimet e familje. Sigurisht. S'kanë që të bëjnë. Nuk kanë çfarë të bëjnë, të kanë thënë ndonjëherë çfarë do bëjmë me gjithë objektet? E kanë problem gjithë koleksionistët. E para njerë duan kohë, duan shumë vënd. Dhe unë i kam shpërndar të munden se koleksionojmë, se nuk është vetëm lodra, ose nuk janë vetëm kaq, janë shumë e më shumë. Sigurisht. Edhe të hanë kohë, të hanë duan kosto financiare, çdo gjë. Por familja është mirë kuptuese se kjo është pasion. Edhe vendi i kryesorit, ku ti bashkë. Janë shumë më. Kam një pyetje të fundit, sepse jemi në fund të bisedës. Kur kam qenë unë, po flas për vete fëmijë, kur doja të shkëmbeja një lodër apo disa lodra, i thoja shokëve të mi, më jep këtë, se unë të jap këtë. Ishte një lloj pazari, pra, por ishte clearing praktikisht. Ju e bëni me njëri tjetrin? E bëjmë, sigurisht. Clearingu, kjo ndërimi bëhet, për shembull diçka ka diçka që unë se kam dhe kam atë një gjë tjetër, ose një lodër me një poster, ose me një libër. Po unë pendosha mbrapa, Eros, pendosha, pse bëra? Edhe unë jam penduar për ndonjë gjë. Po ndonjë gjë që i ke dhënë Mirgenit? Edhe të tjerët janë penduar. Unë kam dhënë një fotografi, jam penduar tani. Pse, tha? Po ti Mirgen? Ndodh. Normal që me në pendoj, sepse të shkëputet të qka. Në momentin tua të tema të gjën tjetër, pastaj e me ndonë, thua, mirë ishte ti kisha të dyja, thjesht. Keni edhe e fundit, se jemi në limite, ndonjë tentativ për ta marrë mbrapsht diçka që e kishit këmbyer, shiko, a do ma japësh prap atë se... Unë i kam marrë disa gjëra. Ose gjërat tjera, objektet cilat koleksionon i kam përzemër koleksionisti, e shkëmbejmë në atë që kemi në pasion. Me lejo Mirgen, sepse Eros ishte diçka interesante. Si ishte kjo fundit? Unë i kam marrë një ato gjëra. I ke dhënë dhe i ke marrë prapë? I kam dhënë dhe i kam marrë pas disa vjetësh. Me çfarë? I kam thënë, shiko, ato më kanë ngel fiksim, do t'i sjellësh prapë diçka tjetër ose mund t'i blej, t'i marrë për ta reguluar situatën, dhe i ka marrë për sëri. Bukur! Mirgen, Eros, faleminderit shumë. Na keni bërë pjesë në një pasioni kaq të madh tuaj. Edhe me shumë kënaqësi do donim që dëgjoheshim sërish me Mesdrit, se është kaq e bukur ku njerëzit kanë pasione kaq të pareshtura si ju. Kështu që sa mirë që familjet kanë gëzojnë mirë kuptim për këtë gjë. Ju përshëndesim shumë. Faleminderit. Mirgeni nga Korça dhe Erosin gjithashtu, i cili na ka premtuar që takimin e radhës ne do flasim për propagandën tek fëmijët dhe të rriturit në kohën e komunizmit. Faleminderit. Faleminderit Eros. Mirë, publikut i themi qëndroni me ne, kemi një super të ftuar që do vi, ta themi si kush do vi? Si Adem Jashari. Qëndroni me ne.